Presidenti Amerikan Donald Trump ka mbajtur një qëndrim kontradiktor ndaj armëve bërthamore, duke kaluar nga premtime për çarmatim global tek rritje garës së armatimeve. Në vitin 2018, ai deklaroi se dëshiron të ndalonte përhapjen bërthamore duke negociuar me Korenë e Veriut dhe duke propozuar bisedime me Rusinë dhe Kinën për kontrollin e armëve. Megjithatë, një vit më vonë, ai tërhoqi SBA-n nga traktati INF, duke çuar botën drejt një epoke të re armatimesh. Disa analistë besojnë se Trump synon të forcojë fuqinë amerikane përmes paqes me anë të forcës, duke nxitur një garë të re armatimi. Përkrahas të tij argumentojnë se kjo qasje është një strategji për të detyruar rivalet si Irani të braktisin planet bërthamore. Nga ana tjetër, kritikët paralajmërojnë se kjo politikë mund të çojë në rritjen e numrit të vendeve me arsenal bërthamor. Sipas disa vëzhguesve, një tërheqje e SBA-s nga mbrojtja bërthamore e Evropës dhe Azisë mund të shtyjë Korenë e Jugut, Japonin, Polonin, madje dhe Gjermanin të kërkojnë armë bërthamore. Po ashtu, Arabia Saudite mund të ndjekë këtë rrugë nëse Irani bëhet një fuqi bërthamore. Rusia ndërkohë mund të mbështesë Brazilin dhe Meksikën për të zhvilluar arsenalet e tyre. Me teknologjinë e re, inteligjencën artificiale, rreziku një lufte bërthamore është më i madh se kurrë. Gara armatimeve po intensifikohet dhe kontrolli i armëve duket i brisht, duke afruar botën më pranë një epoke të pasigurt bërthamore.